Prej orës 10 në gjykatën kushtetuese nisi të shqyrtohet ankimimi i Erion Veliajt për shkarkimin nga detyra si kryebashkiak i Tiranës, që prej arrestimit më 10 shkurt kjo është faqja e parë publike e Erion Veliajt, i cili mori dhe vetë fjalën gjatë parashtrimit të kërkesës së bërë prej tij për anullimin e vendimit të qeverisë. Për shkarkimin e tij, si dhe të dekretit që pasoi nga presidenti Bajram Begaj për shpalljen e zgjedhjeve të pjesshme në Tiranë, i pezulluar nga vetë gjykata. Duke pyetur drejt për drejt gjykatën se çfarë shkelje ka bërë kryebashkiaku Veliaj, në fjalën e tij theksoi se mandati i tij kushtetues nuk mund të ndërpritet nga askush përpara se të përfundojë sipas afatit, veçse në rastet kur ka shkelje të rënda kushtetuese. Sipas Veliajt, ndaj tij u bën dy padrejtësi dhe të thuar se Veliaj mungoi në detyrë nuk është thjesht një cinizëm që bëhet jo vetëm ndaj tij, por edhe ndaj të vërtetës dhe ligjit, thot ai. Kështu që përsa kohë që kanë qenë të vlefshme delegimet e kryetarit të Bashkisë Tropojës nuk ju kanë shqetësuar, s'do t'ju shqetësoj fare fakti që unë në të njëjtën mënyrë kam bërë delegimin e vullnetit tim në një pamundësi të organizuar nga vetë shteti. Dhe mua më duket që futemi në një labirint në këtë pyetje, ku praktikisht po thoni me që një pjesë e shtetit ka kapur, pjesa e shtetit tjetër po ta bën mullar pa drejtësi. Ndërkohë që do ishte shumë në dobi të vendit radh parë, po dhe të integritetit zyre që përfaqësoni, që ju të shqetësoni për masat e paraburgimit, që ju të shqetësoni për disproporcionalitetin. Dhe duke bërë dy gabime nuk po prodhoni më drejtësi, dhe duke mbajtur dy standarde, absolutisht nuk po prodhoni më drejtësi. Kritika pati edhe për procedurën që është ndjekur për shkarkimin e tij, duke thënë me ironi se është habitur nga eficienca mbreslënëse që nga dita kur Këshilli Bashkiak votoi pro propozimit për shkarkimin e tij deri tek dekreti i presidentit Bajram Begaj për shpalljen e zgjedhjeve në Tiranë, duke lënë të nënkuptuar se kishte një skenar të koordinuar kundër tij. Kur kryetari i Bashkisë vdes, nuk kam vdekur, besoj që është provë prezenca ime sot këtu. Kur humbet zotësinë juridike për të vepruar, me vendim gjykate të formës prerë, nuk ka vendim gjykate të formës prerë. Kur kandidon për deputet, nuk kisha për atyre kryetarit të Bashkisë që kandidoi për deputet. Nuk është më banor i përhershëm i Bashkisë, ja vetëm përkohësisht nduos. Sepse kjo masë është masë e përkohshme, është masë paraburgimi, nuk është vendim i formës prerë. Jep dorëheqjen, nuk më shkërkuar dhe nuk jam bërë dorëheqjen, prandaj jam këtu sot si kryetari i Bashkisë. Nuk pranoj betimin, të bëj betimin, pikërisht se kam bërë betimin, jam këtu që ta bëj betimin. Faleminderit. Erion Veliaj mbrojti me forcë si den se procedura e ndjekur ndaj tij përfaqëson një rrezik për demokracinë. Për Veliaj është e qartë se rasti i tij dhe mënyra se si u bë shkarkimi mund të përbëjë një precedent shumë problematik për të ardhmen.